Imagjino një kodër të ftohtë në jug të Tiranës në mbrëmjen e 8 dhjetorit të vitit 1990. Aty, mes ndërtesave gri të konviktit që studentët e quanin qyteti studenti, frynte një erë që dukej se kishte ardhur drejt e nga një epokë tjetër. Vendi që shtrihej poshtë asaj kodre ishte ndoshta cepi më i mbyllur i Evropës. Për gati gjysmë shekulli, Shqipëria kishte jetuar e mbyllur si një grusht i shtrënguar, e izoluar nga miq dhe nga armiq një lloj, e bindur se e gjithë bota ishte kundër saj. Dhe pikërisht atë natë, në atë kodër, diçka filloi të lëvizte. Diçka që asnjë tank dhe asnjë oficer i sigurimit nuk mundi ta ndalonte. Ato ishin ditët kur një regjim, që kishte mbijetuar të gjithë regjimet e tjera komuniste të kontinentit, filloi më në fund të dridhej. Muri i Berlinit kishte rënë një vit më parë. Ceausescu kishte vdekur i pushkatuar në Rumani. Por Shqipëria, e fundit dhe më kokëforta nga të gjitha, ende qëndronte. Dhe atë mbrëmje dhjetori ishin studentët e uritur, të zemëruar nga një ndërprerje e thjeshtë e energjisë elektrike, ata që e nisën zjarrin e fundit. Brenda pak ditësh, kjo lëvizje studentore do të prodhonte një parti të re, e para parti opozitare pas 50 vjetësh diktaturë me një parti të vetme. Dhe mes burrave që i dhan jetë asaj partie, ishin dy figura që në fillim qëndruan krah për krah, sikur të ishin vëllezër në një luftë të përbashkët. Njëri ishte një ekonomist i holl nga Tirana, biri i një familjeje që dikur kishte qenë në majën e pushtetit komunist. Tjetri ishte një kardiolog nga malet e thella të Veriut, biri i një familjeje fshatare të varfër. Brenda më pak se 2 vjetësh, këta dy burra do të bëheshin armiq më të papajtueshëm të njëri tjetrit. Dhe secili do të akuzonte tjetrin se kishte tradhtuar ëndrrën e dhjetorit. Kjo është historia e asaj përplasjeje. Historia e Gramos Pashkos dhe e Sali Berishës. Por është edhe diçka më e madhe se 2 emra. Është historia se si një ëndër e përbashkët u shpërb, dhe se si, deri në ditët e sotme, askush nuk bie dakord se kush e theu atë. Sepse e vërteta e thjesht, e vërteta që shumë kush nuk dëshiron ta dëgjoj, është kjo. Arsyeja e vërtetë e ndarjes mes tyre mbetet edhe sot e kontestuar nga vetë njerëzit që e jetuan atë. Dhe ndoshta pikërisht aty fshihet drama më e madhe. Për ta kuptuar se pse kjo përplasje pati një peshë kaq të rëndë, duhet të kthehemi pas. Duhet të kuptojmë se nga çfarë bote dolën këta burra. Duhet të hyjmë në Shqipërinë e Enver Hoxhës. Për dekada me radhë, Shqipëria kishte qenë një laborator i izolimit. Pas luftës së dytë botërore, vendi ra në sundimin e Partisë së Punës dhe të udhëheqësit të saj, Enver Hoxhës, një burr që e ndërtoi pushtetin e tij mbi frikën, mbi kultin e personit dhe mbi një bindje gati fetare se Shqipëria duhej të mbetej e pastër nga çdo ndikim i huaj. Një nga një, Hoxha i preu të gjitha lidhjet. U nda nga Jugoslavia. U nda nga Bashkimi Sovjetik. U nda më në fund edhe nga Kina, aleati i tij i fundit. Në fund të viteve 70, Shqipëria qëndronte plotësisht e vetme, një ishull i vogël paranoje në mes të një bote që ajo e shihte si armike. Pamja fizike e atij izolimi mbeti e gdhendur në peizazh. Mbi gjithë vendin u ndërtuan qindra mijëra bunker betoni, kube të vogla gri që dilnin nga toka si kërpudha, secili prej tyre një kujtesë e përditshme se pushtimi mund të vinte në çdo çast. Brenda, çdo fjalë matej. Sigurimi i shtetit, policia sekrete, kishte sytë dhe veshët kudo. Të dëgjoje një radio të huaj ishte krim. Të kishe një të afërm jashtë vendit ishte njollë. Të mendoje ndryshe ishte rrezik vdekjeprurës. Mijëra njerëz u burgosën, u internuan, u zhdukën. Kampet e punës u mbushën me njerëz fajin e të cilëve askush nuk mund ta shpjegonte qartë. Dhe ndërkohë, ekonomia po vdiste ngadalë. Shqipëria ishte vendi më i varfër i Evropës, me një diferencë të madhe nga të gjithë të tjerët. Fabrikat e vjetëruara prodhonin mallra që askush nuk i donte. Bujësia e kolektivizuar mezi ushqente popullin. Rrogat ishin të vogla, dyqanet bosh dhe çdo gjë, nga bukat e këpucët, vinte me racion. Brezi i ri rritej duke dëgjuar se ata jetonin në parajsën socialiste, ndërsa shihnin me sytë e tyre se rafte e dyqaneve ishin bosh dhe se ëndrat e tyre mbylleshin brenda kufive të një harte të vogël. Kur Enver Hoxha vdiq në vitin 1985, vendin e mori Ramiz Alia. Alia ishte më i kujdesshëm, më i përkulshëm. Ai e kuptoi se diçka duhej të ndryshonte, sepse presioni nga jashtë po rritej dhe ekonomia po shembej.
Ngadalë, me hapa të vegjël e të frikshëm, ai filloi të lejonte disa reforma të vogla, të hapte pak dyrë drejt perëndimit, të lironte pak shtrëngimin. Por ishte shumë pak dhe shumë vonë. Bota përreth po ndryshonte me një shpejtësi që Alia nuk mund ta kontrollonte. Dhe brenda vetë shoqërisë shqiptare, sidomos mes studentëve dhe intelektualëve, po rritej një ndjenjë e re, e rrezikshme, e padurueshme, ndjenja se gjithçka mund të ishte ndryshe. Për ta kuptuar me të vërtetë se çfarë do të thoshte të rriteshe në Shqipërinë e Enver Hoxhës, duhet të imagjinosh një vend ku shteti hynte në çdo cep të jetës, deri në mendimet më të fshehta. Hoxha nuk ishte thjesht një udhëheqës. Ai ishte një figurë gati hyjnore në propagandën zyrtare, fytyra e të cilit varej në çdo zyrë, në çdo shkollë, në çdo shesh. Partia, thoshte slogani, ishte gjithçka. Dhe individi nuk ishte asgjë përballë saj. Fëmijët mësonin që në bankat e para të shkollës se i gjithë identiteti i tyre i takonte një ide më të madhe se vetja, dhe se besnikëria ndaj partisë qëndronte mbi gjithçka, mbi familjen, mbi misin, madje edhe mbi të vërtetën. Por Hoxha shkoi më larg se shumica e udhëheqësve të tjerë komunistë. Ai e shpalli Shqipërinë shtetin e parë ateist në botë. Feja u ndalua plotësisht. Xhamit dhe kishat u mbyllën, shumë prej tyre u shndërruan në magazina ose në qendra kulturore, disa u rënuan. Të lutej dikush fshehurazi në shtëpinë e vet ishte krim. Priftërinjt dhe hoxhallarët u përndoqën, u burgosën, disa u ekzekutuan. Ishte një përpjekje për të shkullur nga rënja jo vetëm besimin fetar, por çdo botë shpirtërore që nuk i përkiste shtetit. Pak vende në historinë e njerëzimit kanë shkuar kaq larg në kontrollin e shpirtit të një populli. Izolimi i Shqipërisë ishte i ndërtuar hap pas hapi, përmes një vargu prishjesh me të gjithë aleatët e mundshëm. Pas luftës së dytë botërore, Shqipëria u nda nga Jugoslavia fqinje, kur Hoxha refuzoi të binte nën hijen e Beogradit. Pastaj erdhi prishja me Bashkimin Sovjetik, kur Hoxha nuk e pranoi zbutjen e politikës pas vdekjes së Stalinit dhe e quajti Moskën tradhtare të idealit komunist. I mbeti vetëm Kina e largët si aleat. Por edhe ajo lidhje u prish në fund të viteve 70, kur Pekini filloi të hapej drejt perëndimit. Dhe kështu, një nga një, Shqipëria i preu të gjitha litarët që e lidhnin me botën. Mbeti vetëm një vend i vogël, krenar dhe i friksuar, i bindur se izolimi ishte forcë, ndërsa në të vërtetë ai ishte një burg i ngadalë. Brenda këtij burgu, frika ishte ajri që merrnin frymë të gjithë. Sigurimi i shtetit, policia sekrete, kishte një rrjet të gjerë informatorësh që arrinte në çdo lagje, në çdo vend pune, ndonjëherë brenda vetë familjeve. Një fjalë e gabuar mund të çonte në burg. Një shaka për udhëheqësin mund të shkatëronte jetën dhe jetën e gjithë familjes. Sistemi i internimit dërgonte njerëz të tërë, gra, fëmijë, pleq, në fshatra të largëta ose në kampe, shpesh vetëm sepse një i afërm i tyre ishte cilësuar armik. Faji nuk ishte individual, ai trashëgohej si një mallkim, brez pas brezi. Dhe ja diçka që e tregon më mirë se çdo gjë tjetër se sa i pamëshirshëm ishte ky sistem, as elita nuk ishte e sigurt. Mehmet Shehu, burri që për dekada me radhë kishte qenë njeriu i dytë i regjimit, kryeministri, bashkëpunëtori më i ngushtë i Hoxhës, u gjet i vdekur në vitin 1981. Zyrtarisht u tha se kishte bërë vetvrasje. Por shumë besuan se prapa asaj vdekjeje fshihej diçka më e errët, një spastrim brenda vetë majës së pushtetit. Pavarësisht se cila është e vërteta, mesazhi që mori vendi ishte i qartë dhe i tmerrshëm. Nëse as njeriu i dytë i shtetit nuk ishte i sigurt, atëherë askush nuk ishte. Madje as ata që rrinin më afër Hoxhës, as familjet e mëdha të partisë, nuk mund të flinin të qetë. Kjo është e rëndësishme për historinë tonë, sepse pikërisht në një familje të tillë, brenda elitës që dukej e pushtetshme, por jetonte gjithashtu nën hijen e frikës, u rrit Gramos Pashko. Të jesh fëmijë i nomenklaturës nuk do të thoshte vetëm privilegj. Do të thoshte gjithashtu të rritesh duke e ditur se gjithçka mund të merrej brenda një nate, se besnikëria duhej provuar çdo ditë dhe se ngjitja dhe rënia ishin gjithmonë afër njëra tjetrës. Babai i Pashkos, Josif Pashko, kishte qenë një ministër me peshë, antar i Komitetit Qendror, një nga ndërtuesit e shtetit të ri. Familja kishte rënje të thella në vetë lëvizjen që solli komunizmin në pushtet, brezat para tij kishin qenë pjesë e rezistencës. Pra Gramozi ishte mish nga mishi i atij sistemi. Dhe pikërisht kjo e bën rrugën e tij të mëvonshme aq befasuese. Njeriu që dilte nga zemra e regjimit u bë një nga ata që ndihmuan ta rrëzonin.
Ndërsa Shqipëria qëndronte e mbyllur në burgun e saj, bota përreth po ndryshonte me një shpejtësi maramendëse. Fundi i viteve 80 solli një val që përfshiu gjithë Evropën lindore. Në Poloni, lëvizja sindikale e punëtorëve sfidoi pushtetin komunist dhe fitoi. Në Hungari, qeveria filloi të hapte kufit, duke qarë murin e parë në perden e hekur. Dhe pastaj, në nëntor të vitit 1989, ra muri i Berlinit, simboli më i fuqishëm i ndarjes së kontinentit. Imazhet e njerëzve që e thyenin atë mur me çekiç dhe me duar u përhapën në gjithë botën. Në Çekoslovaki, një revolucion paqësor rrëzoi regjimin pa derdhur gjatë. Dhe në Rumani, në fund të atij dhjetori, gjithçka mbaroi me dhunë, udhëheqësi Ceaușescu dhe gruaja e tij u kapën dhe u pushkatuan. Një nga një, regjimet komuniste të Evropës lindore po binin. Por Shqipëria, e fundit dhe më e izoluara, ende rrinte. Propaganda zyrtare insistonte se Shqipëria ishte ndryshe, e pacenueshme, e mbrojtur nga ideologjia e saj e pastër. Por brenda vendit, sidomos mes të rinjve, ajo val e ndryshimit po ndihej. Lajmet që rridhnin nga jashtë, sado të censuruara, mbërrinin. Dhe pyetja që deri atëherë askush nuk guxonte ta bënte, filloi të lindte në mendjet e shumëve. Nëse e gjithë bota komuniste po shembej, pse jo edhe ne? Ishte kjo atmosferë, kjo ndjenjë se historia po lëvizte dhe se Shqipëria po mbetej e fundit, që përgatiti terrenin për shpërthimin e dhjetorit. Dhe ishte në këtë çast historik, kur e vjetra po vdiste dhe e reja ende nuk kishte lindur, që dy burra nga botë krejt të ndryshme, intelektuali nga elita dhe mjeku nga malet, do të gjendeshin krah për krah në të njëjtën lëvizje. Të dy produkte të sistemin. Të dy gati ta rrëzonin atë. Dhe asnjëri prej tyre, atëherë, nuk e dinte se sa shpejt rruga e tyre e përbashkët do të ndahej në dy shtigje që nuk do të takoheshin më kurrë. Pikërisht në këtë botë të mbyllur lindën dhe u rritën dy burrat tanë. Dhe pikërisht këtu fillon ironia e madhe e historisë së tyre, sepse asnjëri prej tyre nuk erdhi nga jashtë sistemit. Të dy dolën nga brendësia e tij. Gramoz Pashko lindi në Tiranë më 11 shkurt të vitit 1955. Por të thuash thjesht se ai lindi në kryeqytet do të ishte sikur të mos thoshe asgjë. Pashko lindi në zemër të elitës komuniste. Baba i tij, Josif Pashko, kishte qenë një figurë e rëndësishme e regjimit, një ministër që për vite me radhë mbante në dorë ndërtimin e vendit, antar i Komitetit Qendror, një nga burrat që ndihmuan të ngrinte shtetin e ri pas luftës. Josifi vinte vetë nga një familje me rënje të thella në lëvizjen komuniste. Baba i tij, gjyshi i Gramozit, kishte qenë pjesë e rezistencës që solli partinë në pushtet. Pra Gramozi ishte, në një farë kuptimi, fëmijë i revolucionit. Fëmijë i pikërisht atij sistemi që një ditë do të ndihmonte ta rrëzonte. Por fati i hidhur e goditi herët. Baba i tij vdiq kur Gramozi ishte vetëm 8 vjeç, në vitin 1963. I mbeti emri, i mbeti pozita e familjes, por jeta e tij u formua nga mungesa po aq sa nga privilegji. Ai u rrit si një djalë i zgjuar, i etur për dije, i rrethuar nga libra dhe nga ideja se mendja ishte arma e tij më e fortë. Ndoqi studimet në Universitetin e Tiranës, ku zgjodhi ekonominë. Mori diplomën në vitin 1977, pastaj gradën master në vitin 1983 dhe më në fund doktoraturën në vitin 1989. I gjithë formimi i tij ishte në ekonomi dhe ai u bë profesor në të njëjtin universitet ku kishte studiuar. Pashko nuk ishte një ekonomist i zakonshëm. Ai fliste disa gjuhë, anglisht, frëngjisht, italisht dhe rusisht, dhe kishte aftësinë e rrallë për atë kohë të lexonte botën përtej kufive të Shqipërisë. Ai shkroi punime për ekonominë shqiptare që u vunë re edhe jashtë vendit, punime të qarta dhe bindëse për gjendjen e sistemit ekonomik komunist. Me kohë, ai do të bëhej ekonomisti shqiptar më i njohur në Perëndim, njeriu që studiuesit e huaj e lexonin kur donin të kuptonin se çfarë po ndodhte vërtet me ekonominë e këtij vendi të mbyllur. Ai ishte intelektuali tipik urban, i kulturuar, i holl në fjalë, një burr i sallave të leximit dhe i debateve të mprehta. Sali Berisha vinte nga një botë krejt tjetër. Ai kishte lindur më 15 tetor të vitit 1944 në një fshat të thellë të Tropojës në malet e ashpra të veriut. Familja e tij ishte fshatare dhe e varfër. Aty ku Pashko u rrit mes librave dhe pozitës, Berisha u rrit mes gurve, kullave dhe ligjeve të lashta të maleve. Ai u bë mjek, kardiolog dhe u shkollua po ashtu në Universitetin e Tiranës.
Ishte një burr me energji të madhe, me një vullnet të hekur dhe me një aftësi të pamohueshme për të folur me njerëzit e thjeshtë, për t'i bindur, për t'i tërhequr pas vetes. Edhe Berisha, ashtu si Pashko, kishte qenë pjesë e sistemit. Ai kishte qenë antar i Partisë së Punës, partisë në pushtet që nga viti 1968. Si mjek i njohur, ai kishte një pozitë të respektuar në shoqërinë e mbyllur shqiptare. Dhe pikërisht kjo është ironia që rëndon mbi gjithë historinë, dy burrat që do të bëheshin udhëheqësit e luftës kundër komunizmit, të dy kishin dalë nga brendësia e tij. Njëri ishte fëmijë i nomenklaturës. Tjetri ishte antar i partisë në pushtet. Asnjëri prej tyre nuk ishte një disident i njohur, një burgosur politik, një hero i rezistencës. Dhe kjo, siç do ta shohim, do të bëhej një nga armët më të mprehta që ata do të përdornin më vonë kundër njëri tjetrit. Tani le të kthehemi në atë mbrëmje dhjetori, në qytetin Studenti, ku gjithçka filloi. Ngjarjet e dhjetorit të vitit 1990 nuk nisën si një revolucion. Ato nisën si një ankesë e vogël. Fillimi i vitit akademik ishte shtyrë dhe studentët dyshonin se shpjegimet zyrtare fshinin diçka. Pastaj erdhi një ndërprerje e energjisë elektrike në konvikte, një gjë e zakonshme në atë vend të varfër, por kësaj here pakënaqësia u kthye në diçka tjetër. Studentët dolën. Filluan të mblidheshin. Filluan të flisnin. Dhe për herë të parë në jetët e tyre, ata folën me zë të lartë për gjëra që deri atëherë mund të thuheshin vetëm me pëshpëritje. Nuk kishte një udhëheqës të vetëm. Kishte një grup studentësh të guximshëm, me karakter të fortë, që u bën zëri dhe shtylla e të tjerëve. Më i shuari mes tyre ishte Azem Hajdari, një djalë i fortë nga Tropoja, i njëjti rajon mali nga vinte edhe Berisha. Pranë tij qëndronin emra si Shinasi Rama dhe të tjerë, të rinj që e gjetën brenda vetes diçka që frika kishte mbajtur të mbyllur për një jetë të tërë. Roli i tyre nuk ishte aq të jepnin urdhra, sa të ngjallnin guxim, të vrisnin frikën që rëndonte mbi të gjithë. Ditët kaluan në një ankth të çuditshëm. Pushteti nuk e dinte se çfarë të bënte. Policia nuk përdori dhunë të madhe, pati ndonjë shkop gome të lehtë kur studentët u përpoqën 2 herë të dilnin në rrugët e Tiranës, pati disa arrestime të shkurtra, por arrestuarit u liruan dhe madje u kthyen me makinë në konvikte. Mes studentëve lindën edhe ndasitë. Disa donin të shtynin kërkesën për pluralizëm, për parti të shumta. Të tjerët kishin frikë nga përballja dhe donin të mbeteshin te ankesat ekonomike, brenda mureve të sigurta të qytetit Studenti. Atë natë, thashethemet vërtiteshin si erë, Alia po shtrëngon, Hajdari u vra, jo, Alia po ndryshon mendje, jo, Hajdari është gjallë. Më në fund, regjimi u thye. Në ditën e tretë të protestave, përpara se të takohej me studentët, Ramiz Alia njoftoi lejimin e pluralizmit me shumë parti. Ishte fundi i një epoke. Dhe pikërisht mbi këtë valë, më 12 dhjetor të vitit 1990, lindi Partia Demokratike e Shqipërisë, e para parti opozitare pas 50 vjetësh. Por kujt i takonte vërtet kjo fitore? Edhe kjo është një pyetje që ende sot ndez debate të ashpra. Studentët ishin ata që dolën në sheshe, ata që rrezikuan. Por shumica e intelektualëve që ju bashkuan dhe që ndihmuan të themelohej Partia e Re vinin nga elita e kohës. Disa ishin antarë e drejtues të organizatave të Partisë së Punës. Disa nga figurat kryesore, sipas dëshmive të mëvonshme, kishin pasur lidhje me strukturat e shtetit. Madje, sipas disa rrëfimeve, vetë Berisha nuk pati një rol drejtues në protestat studentore. Ka dëshmi se në ditën e parë ai u përpoq t'i qetësonte studentët, t'i binte të ktheheshin në mësim, duke u premtuar në emër të Alias se kërkesat e tyre ekonomike do të plotësoheshin. Të tjerë e mohojnë këtë version dhe e shohin si shpifje politike të krijuar më vonë. Pikërisht ky është thelbi i problemit, edhe vetë momenti i lindjes është i mbushur me versione që përplasen. Shumë nga themeluesit e Partisë Demokratike ishin mjek dhe profesor. Gjatë demonstratave, ata vishnin pardesyt e tyre të lehta, dhe kjo u bë një lloj simboli, imazhi i intelektualëve që dilnin përpara. Mes tyre ishte Sali Berisha, mjeku me energji të jashtëzakonshme, dhe Gramos Pashko, ekonomisti i holl me emër në perëndim. Në fillim, Azem Hajdari, studenti, ishte kryetari i parë i komisionit drejtues të partisë. Por shumë shpejt, në fillim të vitit 1991, ai u zëvendësua nga Berisha, i cili u zgjodh zyrtarisht kryetari i partisë në Kongresin e Parë Kombëtar. Dora e fortë e Berishës po fillonte tashmë të ndihej.
Viti që pasoi ishte një nga vitet më kaotike në historinë moderne të Shqipërisë. Vendi po hapej, por po shembej në të njëjtën kohë. Në mars të vitit 1991 u mbajtën zgjedhjet e para shumë partijake. Partia e vjetër në pushtet, ajo që tani po kthehej në Partinë Socialiste, fitoi në shumicën e vendit, sidomos në fshat, ku frika dhe zakoni ishin ende të fortë. Por në qytete, sidomos në Tiranë, Partia Demokratike doli e fortë. Shqipëria ishte ndarë në dy, një fshat i frikësuar dhe i lidhur me të kaluarën dhe një qytet i etur për ndryshim. Pasiguria u rrit. Ekonomia po binte në gremin. Çmimet po ngjiteshin, dyqanet po zbrazeshin dhe njerëzit po e humbnin durimin. Pikërisht në këtë kohë ndodhi diçka që e tronditi botën. Mijëra shqiptar të dëshpëruar hipën në anije të mbushura përtej çdo kufiri dhe u nisën drejt bregut të Italisë, përtej detit Adriatik. Pamjet e atyre anijeve, të zeza nga turma njerëzore që varin nga çdo cep, u bën simboli i një vendi që po shembej. Bota e pa Shqipërinë jo më si një ishull misterios të mbyllur, por si një tragjedi humane në kohë reale. Sindikatat e reja, jo komuniste, thirrën një grevë të përgjithshme dhe qeveria e parë pas zgjedhjeve nuk arriti dot ta qeveriste vendin. Ajo ra. Dhe atëherë, për të shpëtuar atë që mund të shpëtojë, u krijua një zgjidhje e jashtëzakonshme, një qeveri e gjerë ku do të bashkëpunonin partitë kryesore, përfshirë socialistët dhe demokratët. Asaj iu dha emri Qeveria e Stabilitetit. Ajo u formua më 12 qershor të vitit 1991 në drejtimin e kryeministrit Ylli Bufi, me Ramiz Alian ende president. Dhe pikërisht këtu, në majën e pushtetit ekzekutiv, hyri Gramos Pashko. Pashko u emërua zëvendës kryeministër dhe ministër i ekonomisë. Ishte momenti i tij i madh. Ekonomisti më i njohur i vendit, njeriu që kishte shkruar përshembjen e sistemit, tani mbante në duart e tij timonin e asaj ekonomie të shkatëruar. Ishte një pozitë e fuqishme dhe, në të njëjtën kohë, një kurth gati i pamundur. Sepse ajo që ai trashëgoi nuk ishte një ekonomi që mund të riparohej me disa vendime të mençura. Ishte një rënoj. Mendoni se çfarë do të thoshte të ishe ministër i ekonomisë në atë Shqipëri. Fermat kolektive po shpërbëheshin, fshatarët sapo ndjen lirin, i ndan tokat dhe braktisën strukturat e vjetra. Industria ishte e vdekur. Paraja po humbiste vlerën nga dita në ditë. Njerëzit kishin uri. Dhe i gjithë vendi i kthente syt drejt perëndimit, drejt organizatave ndërkombëtare financiare, me një shpresë gati fëminore se dikush nga jashtë do të vinte t'i shpëtonte. Vendi ishte gati ta trajtonte politikën ekonomike si një fletë të bardhë, sikur gjithçka të mund të rishkruhej nga e para. Por fletët e bardha janë të rrezikshme, sepse mbi to mund të shkruash çdo gjë, përfshirë gabimet më të mëdha. Pikërisht në këto muaj lindi një nga debatet që do ta përcaktonte të ardhmen e Pashkos dhe, ndoshta, edhe armiqsinë e tij të ardhshme me Berishën. Ishte debati i madh që përshkroi gjithë Evropën lindore pas rënies së komunizmit, si duhej bërë kalimi nga ekonomia e planifikuar te ekonomia e tregut. A duhej bërë me një goditje të vetme, të shpejtë dhe të dhëmshme, atë që studiuesit e quanin terapi shoku? Apo duhej bërë ngadalë, me hapa të matur, atë që quhej gradualizëm? Të dyja rrugët kishin kosto. Goditja e shpejtë sillte vuajtje të menjëhershme, por shpresonte në një shërim më të shpejtë. Rruga e ngadalë shmangte tronditjen e madhe, por rrezikonte ta zgjaste agonin pa fund. Pashko, si ekonomist serioz, e njihte mirë këtë dilemë. Ai e kishte studiuar, kishte shkruar për të, dhe e kuptonte se nuk kishte zgjidhje pa dhembje. Por të jesh teoricien i një problemi është një gjë, të mbash mbi supe përgjegjësinë e vendimeve që sjellin uri dhe dëshpërim te miliona njerëz është diçka tjetër. Qeveria e Stabilitetit ishte një qeveri kalimtare, e dobët nga vetë natyra e saj, e ndarë mes partive që e urrenin njëra tjetrën. Ajo nuk mund të bënte mrekulli. Dhe sa më shumë që kalonte koha, aq më e qartë bëhej se asnjë qeveri nuk do të mund ta ndalte shembjen pa një mandat të fortë e të qartë nga populli. Për të kuptuar peshën e barës që ra mbi supet e Pashkos, ja vlen të ndalemi pak më gjatë te thellësia e asaj katastrofe ekonomike. Sepse fjalët si kriza ose rënia janë shumë të zbehta për të përshkruar atë që po ndodhte vërtet. Imazhi që e përmblodhi gjithçka para syve të botës ishin anijet. Në vitin 1991, mijëra e mijëra shqiptar të dëshpëruar dhe pa shpresë për të ardhmen, u dyndën drejt porteve dhe hipën në çdo anije që mund t'i çonte përtej detit, drejt Italisë.
Një nga ato anije, sipas rrëfimeve, mbante në kuvertën e saj rreth 20.000 njerëz, të grumbulluar mbi njëri tjetrin si një masë e gjallë që varri nga çdo cep i saj, dhe arriti në portin e barit në një pamje që mbeti e gdhendur në kujtesën e Evropës. Ishte një anije e vetme që mbante mbi vete dëshpërimin e një kombi të tërë. Italianët e pan me tmerr dhe me keqardhje atë lumë njerëzor që derdhej në brigjet e tyre. Dhe bota e kuptoi se Shqipëria, vendi misterios që kishte qenë i mbyllur për dekada, nuk ishte një parajs, por një vend nga i cili njerëzit iknin me çdo çmim. Kishte diçka thellësisht të hidhur në ato pamje. Sepse populli që sapo kishte filluar të shijonte një lloj lirie, po ikte prej saj. Liria pa bukë, liria pa shpresë, liria pa të ardhme, nuk I mjaftonte askujt. Njerëzit nuk votonin vetëm me letrën në kuti, ata votonin edhe me këmbët e tyre, duke ikur. Dhe çdo anije që largohej ishte një gjykim I heshtur mbi paftësinë e shtetit të ri për t'u dhënë qytetarëve të vetë një arsye për të qëndruar. Brenda vendit, paraja po shkrihej në duart e njerëzve. Moneda kombëtare po humbiste vlerën me një shpejtësi që e bënte të pakuptim çdo kursim, çdo rrogë, çdo plan. Çmimet ngjiteshin nga java në javë. Ndërmarrjet shtetërore, ato fabrika të vjetra që dikur punonin pa logjik tregu, po mbyllnin njëra pas tjetrës, duke lënë në rrugë mijëra punëtorë që nuk dinin të bënin asgjë tjetër. Papunësia shpërtheu si një epidemi. Fshatarët, sapo morën tokat e tyre nga shpërbërja e fermave kolektive, u kthyen drejt një bujësie të vogël mbijetese, që mezi I ushqente ata vetë, jo më të ushqente qytetet. Dhe një pjesë e madhe e asaj që e mbante vendin gjallë vinte nga jashtë, nga ndihmat humanitare të vendeve perëndimore, sidomos të Italisë fqinje, që dërgonin ushqim dhe mjete për të ndaluar urinë. Një komb krenar që për dekada ishte mburur se mbështetej vetëm te forcat e veta, tani mbijetonte pjesërisht me bukën e të tjerëve. Pse ishte kalimi I Shqipërisë kaq I vështirë, më I vështirë ndoshta se I çdo vendi tjetër të Evropës lindore? Përgjigjja qëndron pikërisht në thellësinë e izolimit dhe të kontrollit që kishte sunduar aty. Vendet e tjera komuniste, sado të shtypura, kishin ruajtur ndonjë gjurmë tregu, ndonjë formë të vogël prone private, ndonjë lidhje me botën jashtë. Shqipëria nuk kishte asgjë nga këto. Aty prona private ishte zhdukur gati plotësisht. Tregu, si ide, ishte fshirë nga kujtesa e brezave të tërë. Njerëzit nuk e dinin se si funksiononte një biznes, sepse askush nuk kishte parë një të tillë gjatë gjithë jetës së vet. Kalimi nga ky pikënisje ekstreme drejt një ekonomie tregu ishte si t'i kërkojë një njeriu që kur nuk kishte parë ujë të mësonte të notonte në mes të detit. Pikënisja ishte më e ulta në gjithë kontinentin, dhe kjo e bënte rrugën përpara më të gjatë dhe më të dhëmbshme. Dhe ja ku qëndron një nga ironitë më të mëdha dhe më të trishtueshme të gjithë historisë. Njeriu që e kuptonte këtë problem më mirë se kushdo tjetër në Shqipëri ishte pikërisht Gramos Pashko. Si ekonomist, ai kishte shkruar punime për pengesat e reformës ekonomike në vendin e tij, punime që analizonin pikërisht se pse ky kalim ishte kaq I ndërlikuar, çfarë e bllokonte, çfarë e ngadalsonte. Ai njihte pengesat një nga një, sikur t'i kishte numëruar me dorë. Ai e kuptonte se nuk kishte zgjidhje magjike, se çdo rrugë do të sillte dhembje, se durimi dhe mençuria ishin po aq të nevojshme sa guximi. Ai ishte, me të vërtetë, mendja e duhur për atë moment. Por mendja e duhur u vu në një pozitë të pamundur. Pashko u bë ministër I ekonomisë në një qeveri koalicioni të dobët, kalimtare, të ndarë mes partive që nuk I besonin njëra tjetrës, dhe që zgjati vetëm pak muaj. Çfarë mund të bënte një ministër në një qeveri të tillë? Si mund të zbatojë një reformë të vështirë që kërkonte vite qëndrueshmërie dhe një mbështetje të fortë politike, kur qeveria jote mund të shembej në çdo çast dhe kur çdo vendim I dhëmshëm do të kushtonte mbështetjen e popullit? Ishte sikur t'i jepje timonin e një anije që po fundosej një njeriu që e dinte saktësisht ku ishte vrima, por që nuk kishte as mjetet, as kohën, as fuqinë për ta mbyllur atë. Tragjedia e Pashkos si ministër nuk ishte se ai nuk e dinte se çfarë duhej bërë. Ishte se ai e dinte, por nuk e kishte fuqinë ta bënte. Dhe pikërisht këtu, nga kjo përvojë e hidhur, lind një nga mësimet që do ta ndante më vonë Shqipërinë në dy kampe, dhe që ndoshta ushqeu vetë armiqsinë mes Pashkos dhe Berishës. Sepse përvoja e qeverisë së stabilitetit tregoi diçka të rrezikshme, që një qeveri e dobët, e ndarë, e ndërtuar mbi kompromis, nuk mund të bënte reformat e vështira që vendi kishte aq shumë nevojë. Nga ky konstatim mund të nxirreshin dy mësime krejt të kundërta.
Njëri mësim ai I Pashkos dhe I miqve të tij ishte se vendi kishte nevojë për institucione më të forta, për ekuilibra, për një ndarje të mençur të pushtetit që do ta bënte qeverisjen të qëndrueshme. Mësimi tjetër, ai që duket se mori Berisha, ishte se vendi kishte nevojë për një pushtet të përqendruar, të fortë, të aftë të merrte vendime të vështira pa u penguar nga debatet e pafundme. Të dy nisën nga e njëjta përvojë dështimi, por nxorën prej saj përfundime që do t'i çonin në rrugë të kundërta. Njëri pas zgjidhjen të shpërndarja e pushtetit, tjetri te përqendrimi I tij. Dhe kjo ndarje, që në sipërfaqe dukej si një grindje për pushtet, në thellësi ishte një debat I sinqert për mënyrën se si shpëtohet një vend në gremin. Ndoshta të dy kishin pak të drejtë, sepse historia tregoi se një pushtet shumë I përqendruar mund të degeneronte në autoritarizëm, ashtu siç paralajmëronte Pashko. Por ajo tregoi gjithashtu se një shtet shumë I dobët, me institucione të brishta, mund të shembej në kaos, ashtu siç druhej Berisha. Të dyja frikat ishin reale. Dhe ndoshta drama më e thellë e tranzicionit shqiptar ishte pikërisht se nuk u gjet kur ekuilibri mes këtyre dy rreziqeve, mes dorës shumë të fortë dhe dorës shumë të dobët. Le të kthehemi tani te partia që I kishte bashkuar këta dy burra, te Partia Demokratike e ditëve të para, sepse për ta kuptuar humbjen, duhet të kuptojmë edhe shpresën nga e cila nisi. Në fillimet e saj, Partia Demokratike nuk ishte një makineri pushteti. Ajo ishte një ëndër e veshur me pardesy. Themeluesit e saj ishin kryesisht intelektual, mjek, profesor, njerëz të librit dhe të mendimit. Gjatë demonstratave, ata vishnin pardesyt e tyre të lehta dhe ai imazh u bë simbol I një lloji të ri leadershipi, jo I ushtarit ose I funksionarit të partisë, por I njeriu të arsimuar që dilte përpara për të kërkuar liri. Ata nxorën edhe gazetën e tyre, një zë të shtypur që fliste për gjëra për të cilat askush nuk kishte folur publikisht për dekada. Dhe ëndra e tyre ishte e thjeshtë dhe e madhe njëkohësisht, ta bënin Shqipërinë një vend normal evropian, një vend ku njerëzit do të jetonin lirisht, do të flisnin lirisht, do të zgjidhnin vetë qeveritë e tyre, ashtu si fqinjet e tyre për te idetit. Ishte një ëndër e bukur. Por ëndrat janë të lehta kur kundërshtari është I përbashkët dhe armiku qartë I dukshëm. Kur diktatura ishte armiku, të gjithë mund të ecnin bashkë. Por kur diktatura ra dhe erdhi koha të ndërtohej diçka e re, ëndra e përbashkët filloi të coptohej në vizione të ndryshme. Sepse të rrëzosh është e thjeshtë, të biesh e dakord se çfarë të ndërtosh në vend të asaj që rrëzove, kjo është gjëja e vështirë. Intelektualët me pardesi, që dikur kishin folur me një zë, filluan të flisnin me zëra të ndryshëm. Dhe mes atyre zërave, dy ishin më të fortët dhe më të papajtueshëm, zëri I Pashkos që I besonte mendimit, debatit dhe ekuilibrit, dhe zëri I Berishës që I besonte vullnetit, forcës dhe unitetit. Kështu, pikërisht nga ajo ëndër e përbashkët, nga ajo parti e themeluar me kaq shpresë, filloi të lindte përplasja që do ta përcaktonte një epokë. Jo si tradhti e papritur, jo si komplot I fshehtë, por si ndarja e pashmangshme e dy njerëzve që, sapo fituan lirinë, e kuptuan se e shihnin atë me sy krejt të ndryshëm. Dhe Shqipëria, e re në liri dhe e papërgatitur për sfidat e saj, do të mbante mbi supe peshën e asaj ndarjeje për shumë vite që do të vinin. Ndërkohë, Partia Demokratike, partia në të cilën Pashko ishte një nga themeluesit, po ndryshonte natyrën e saj me një shpejtësi që pak kush e vuri re në fillim. Ajo që kishte lindur si një lëvizje qytetare e intelektualëve, e mjekëve dhe e profesorëve me pardesi, po kthehej në diçka tjetër, në një forcë të madhe masive, e mbushur me energjinë e turmës, e organizuar gjithnjë e më shumë rreth një figure të vetme. Dhe ajo figurë ishte Sali Berisha. Në dhjetor të vitit 1991, Partia Demokratike vendosi të dilte nga koalicioni I qeverisë së stabilitetit. Arsyet që u dhan ishin përkeqësimi I vazhdueshëm I ekonomisë, prishja e rendit dhe e ligjit dhe raportimet për korrupsion zyrtar. Por kishte edhe një llogari politike, demokratët e ndjenin se ardhmëria ishte e tyre, se populli ishte gati t'i besonte plotësisht, dhe se një qeveri koalicioni vetëm sa I lidhte duar. Qeveria e stabilitetit u shpërb dhe me të, mandati I Pashkos si zëvendës kryeministër dhe ministër I ekonomisë mori fund. Pozita e tij e fuqishme zgjati pak më shumë se 6 muaj. Por gjurmët e asaj kohe do të mbeteshin të ai për gjithë jetën. U thirrën zgjedhje të reja. Dhe ato zgjedhje, të mbajtura në mars të vitit 1992, do të ishin një pikë kthese e madhe. Atmosfera kishte ndryshuar nga viti I mëparshëm. Frika që kishte mbuluar fshatin po avullonte. Fusha e lojës ishte barazuar dukshëm.
Dhe rezultati ishte i qartë dhe i fuqishëm. Partia Demokratike fitoi me një epërsi të madhe, duke marrë 92 nga 140 vendet e parlamentit me një shumicë të bindur të votave. Për herë të parë që nga fundi i luftës së dytë botërore, Shqipërinë do ta drejtonte një parti që nuk ishte ajo e vjetra komuniste. Pas zgjedhjeve, gjërat lëvizën shpejt. Ramiz Alia dha dorëheqjen nga posti i presidentit. Dhe më 8 prill të vitit 1992, parlamenti i ri, i dominuar nga demokratët, zgjodhi Sali Berishën president të Republikës. Ishte presidenti i parë jo komunist i vendit. Kalimi i pushtetit ndodhi në mënyrë të qetë, gati të papritur për shumë kënd. Aleksandër Meksi u bë kryeministër. Berisha hipi në majën e shtetit. Dhe ëndra e dhjetorit dukej, të paktën në sipërfaqe, e realizuar. Por pikërisht atëherë, në momentin e fitores më të madhe, filluan të hapeshin të çarat e para. Sepse fitoria e madhe nuk i bashkoi themeluesit. Përkundrazi, ajo nxori në pak dallimet që deri atëherë kishin qenë të fshehura në mpeshën e armikut të përbashkët. Dhe brenda atij grushti që dikur ishte i shtrënguar, gishtat filluan të hapeshin. Gramoz Pashko shite një gjë. Sali Berisha shite një tjetër. Njëri ëndërronte një parti që do të mbetej një lëvizje e gjerë idesh, ku debati dhe mendimi i lirë do të ishin shtylla. Tjetri besonte se në një vend kaq të brish, kaq të rrezikuar, kaq pranë kaosit, partia kishte nevojë për një udhëheqje të fortë, të unifikuar, që fliste me një zë të vetëm. Njëri ishte intelektuali që i besonte fjalës dhe arsyetimit. Tjetri ishte burri i veprimit që i besonte vullnetit dhe pushtetit. 2 vizione. 2 karaktere. Dhe një parti që nuk mund t'i mbante të dyja njëkohësisht. Ajo që ndodhi më pas, ndarja e tyre përfundimtare, mbetet edhe sot një nga episodet më të diskutueshme të historisë politike shqiptare. Sepse pyetja se kush e theu ëndrrën, kush tradhtoi kë dhe pse, nuk ka një përgjigje të vetme. Ka vetëm versione. Dhe secili nga ata version mban brenda një copë të vërtetë dhe një copë të interesit të atij që e tregon. Le të ndalemi tani te vetë ndarja, te momenti kur dy themeluesit u kthyen në kundërshtar. Sepse këtu, më shumë se kudo tjetër, e vërteta varet nga goja që e tregon. Pak muaj pas fitores së madhe të vitit 1992, kur Partia Demokratike sapo kishte hipur në pushtet me një shumicë të fortë, disa nga emrat më të mëdhenj të saj u larguan. Mes tyre ishte Gramoz Pashko, një nga themeluesit. Pranë tij ishin figura të tjera me peshë, Neritan Ceka, arkeologu dhe intelektuali, Arben Imami, Preç Zogaj, shkrimtari dhe publicisti, Ridvan Peshkëpia. Ishin pikërisht disa nga ata intelektual që i kishin dhënë partisë fytyrën e saj të parë, zërin e saj të parë. Dhe tani ata po dilnin. Ata formuan një parti të re, Partinë e Aleancës Demokratike. Ishte një çarje e madhe, sepse nuk po largohej dikush i panjohur, por vetë truri intelektual i lëvizjes që kishte rrëzuar komunizmin. Dhe arsyeja e largimit e ndarjes mbetet edhe sot e diskutuar nga vetë protagonistët. Disa thonë se ata u larguan vetë. Të tjerë thonë se u përjashtuan. Disa e vendosin ngjarjen në fillim të vitit 1992, të tjerë e shtyn deri në vitin 1993. Edhe vetë data e saktë, edhe vetë mënyra janë bërë fushë beteje. Dhe kjo nuk është rastësi. Kur një ndarje është kaq e dhëmbshme, secila palë e rrëfen historinë ashtu siç i intereson të kujtohet. Çfarë tha Pashko? Akuzat e tij ishin të rënda, ndoshta nga më të rëndat që mund t'i bëheshin asaj partie. Ai e cilësoi Partinë Demokratike, partinë që ai vetë e kishte themeluar si neokomuniste. Programin e saj e quajti ekstremizëm të krahut të djathtë. Dhe la të kuptojë se mbi Shqipëri po mbyllej një diktaturë e re. Ai e akuzoi Berishën për sundim autoritar. Pra, sipas Pashkos, ëndra e dhjetorit ishte tradhtuar. Lufta kundër një diktature kishte prodhuar farat e një diktature tjetre. Burri që dikur kishte qenë antar i Partisë së Punës, Berisha, sipas kësaj pikpamjeje, po e kthente vendin drejt së njëjtës rrugë, vetëm me një flamur tjetër. Por ja ku është gjëja e rëndësishme, gjëja që një tregim i ndershëm nuk mund ta heshtë, kjo ishte pikpamja e Pashkos. Ishte zëri i njerëz palë. Dhe historia, kur dëgjon vetëm njërin zë, gënjen po aq sa kur nuk dëgjon asnjë. Sepse ka edhe një rrëfim tjetër, atë të Berishës dhe të Partisë Demokratike.
Sipas tyre, ata që u larguan nuk ishin shpëtimtar të demokracisë, por një grusht i vogël intelektualësh që e kishin humbur kontaktin me popullin. Shqipëria e atyre viteve ishte një vend i brishtë, pranë greminës, ku rendi mund të shembej në çdo çast, ku strukturat e vjetra komuniste ishin ende të fuqishme dhe gati të ktheheshin. Në një moment të tillë, thoshin demokratët, vendi kishte nevojë për udhëheqje të fortë, të bashkuar, jo për debate të pafundme dhe ndarje që e dobësonin frontin. Disa nga ata që u larguan, sipas kësaj pikpamjeje, ishin shumë të butë ndaj së kaluarës komuniste, ose madje të lidhur me të. Dhe largimi i tyre, thoshin demokratët, kishte edhe një arsye më të thjeshtë e më njerëzore, ambicien e plagosur, humbjen e pozitave, hidhërimin e atyre që nuk e gjetën veten në krye të pushtetit të ri. Cila nga këto pikpamje është e vërteta? Ndoshta pyetja vetë është e gabuar. Ndoshta e vërteta nuk është një gur i vetëm që mund ta gjesh nëse kërkon mjaftueshëm. Ndoshta ajo është e copëzuar, e shpërndar mes të dyja palëve, dhe secila copë mban ngjyrën e dorës që e mban. Studiuesit që e kanë analizuar këtë ndarje me kohë dhe me distancë kanë dalluar disa shtresa, disa rrënje të ndryshme të së njëjtës përplasje. Dhe ja vlen t'i shohim një nga një, sepse vetëm kështu mund të kuptojmë sepse kjo nuk ishte thjesht një grindje mes dy burrave, por një përplasje që e shënoi gjithë vendin. Shtresa e parë ishte ajo ideologjike, e ideve. Pashko ishte ekonomist dhe ai e shihte botën me sytë e një njeriu që kupton se ndryshimi ekonomik kërkon mençuri, kërkon ekuilibër, kërkon kohë. Ai i besonte një rrugë më të matur, më të menduar, ku reformat do të ndiqnin njëra tjetrën me logjikë dhe jo me pasion. Berisha, nga ana tjetër, ishte burri i vendimeve të mëdha e të shpejta, që i besonte vullnetit më shumë se llogarisë. Edhe vetë identiteti i partisë ishte në lojë. Çfarë do të ishte Partia Demokratike? Një forcë e qendrës, e arsyetimit dhe e ekuilibrit, siç e ndërronte Pashko. Apo një forcë e fortë e krahut të djathtë, e prerë dhe e bindur, siç po e ndërtonte Berisha. Dy përgjigje që nuk mund të jetonin nën të njëjtën çati. Shtresa e dytë ishte ajo institucionale, pyetja për vetë formën e pushtetit. Dhe kjo ishte ndoshta pyetja më e thellë e të gjithave, sepse ajo nuk i përkiste vetëm Shqipërisë, por gjithë botës që po dilte nga komunizmi. Si duhej të ishte partia kryesore e një demokracie të re? A duhej të mbetej një lëvizje e gjerë qytetare, ku zëra të ndryshëm bashkëjetonin, ku debati ishte i lejuar, ku askush nuk ishte i pacenueshëm? Apo duhej të ishte një makineri e disiplinuar, e organizuar rreth një udhëheqësi të fortë që fliste me një zë të vetëm? Pashko dhe miqtë e tij i besonin formës së parë. Berisha po ndërtonte të dytën. Dhe ky nuk ishte një debat i vogël organizativ. Ishte pyetja themelore se çfarë lloj demokracie do të bëhej Shqipëria, dhe nëse demokracia e re do të lejonte brenda vetes lirinë e mospajtimit, apo do ta shtypte atë në emër të unitetit. Shtresa e tretë ishte ajo personale, dhe ndoshta më njerëzorja nga të gjitha. Sepse mbi gjithë idetë dhe institucionet ishin dy burra me karaktere që përplaseshin sigur me hekur. Pashko ishte intelektuali urban, i kulturuar, krenar për mendjen e tij, i sigurt në arsyetimin e tij. Berisha ishte burri i vullnetit, krenar për forcën e tij, i sigurt në udhëheqjen e tij. Të dy ishin njerëz me ego të madhe, siç janë shpesh ata që bëjnë histori. Dhe në një qiell të vetëm nuk mund të rrinin dy diell. Mosbesimi mes tyre u rrit, fjala e ëmbël u tha, dhe ajo që dikur kishte qenë një aleancë në luftë u kthye në një armiqësi që do të zgjaste deri në vdekje. Shtresa e katërt ishte ajo shoqërore, dallimi i thellë i origjinës. Pashko ishte fëmijë i Tiranës, i elitës, biri i një ministri komunist, i rritur mes librave dhe privilegjit të mendjes. Berisha ishte biri i një fshatari të varfër nga malet e Tropojës, një burr që e kishte ndërtuar veten nga asgjëja, që e njihte ftohtësinë e gurit dhe ligjet e ashpra të veriut. Mes tyre kishte një humner që nuk ishte vetëm politike, por edhe kulturore, edhe shoqërore. Intelektuali me pardesi dhe malsori me vullnet hekuri shinin Shqipërinë me sy të ndryshëm, sepse vetë jeta i kishte rritur në botë të ndryshme. Dhe kur erdhi koha të ndaheshin, kjo humner u bë gjithnjë e më e gjerë. Pra kur dikush ju thot se e di arsyen e vërtet, të vetme, të përplasjes Berisha-Pashko, ai ose nuk e kupton plotësisht, ose ka një interes ta thjeshtoj. Sepse e vërteta është një gërshetim i të gjitha këtyre shtresave, idet, pushteti, karakteret dhe origjina. Dhe asnjëra prej tyre, e marrë vetëm, nuk e shpjegon plotësisht pse dy burra që rrezikuan për të njëjtën ëndër u kthyen në armiq.
Ndërkohë, jashtë sallave të partisë, vendi po vazhdonte rrugën e tij të vështirë. Berisha, tani president, filloi të ndërtonte një Shqipëri të re. Vendi u hap drejt perëndimit me një shpejtësi që pak kush e priste. Filloi privatizimi, kalimi i pronës nga shteti te individët. Shqipëria nënshkroi marrëveshje me strukturat ndërkombëtare, u afrua me aleancat perëndimore, u bë anëtare e organizatave të mëdha të kontinentit. Pas 50 vjetësh izolimi total, vendi po dilte më në fund nga errësira e tij e gjallë. Dhe për shumë shqiptar, kjo ishte një kohë shprese, sado e vështirë. Por në të njëjtën kohë, ato shenja për të cilat Pashko paralajmëronte filluan të bëheshin më të dukshme. Berisha, sapo u zgjodh president, ndërmori hapa për të rritur kompetencat e kreut të shtetit për të forcuar pushtetin e tij. Më vonë, kur zgjedhjet vendore treguan se mbështetja për Partinë Demokratike po fillonte të zbehej dhe po rrinte drejt socialistëve, përgjigjja e pushtetit ishte e ashpër. Berisha urdhëroi arrestimin e udhëheqësve socialistë, përfshirë vetë kryetarin e tyre, Fatos Nanon, me akuza për korrupsion. Për kundërshtarët e Berishës, ky ishte provë e qartë se demokracia po shtrëngohej, se pushteti po përdorej kundër atij që guxonte ta sfidonte. Për mbështetësit e tij, ishte thjesht drejtësi kundër njerëzve të së kaluarës. Edhe këtu, dy lexime të kundërta të së njëjtës ngjarje. Aleanca Demokratike, partia e re e Pashkos dhe e miqve të tij, e ndjeu shpejt se rruga e opozitës ishte e ashpër. Ata kishin 6 deputet në parlament, numër i mjaftueshëm sipas rregullave për të formuar një grup parlamentar. Por udhëheqja e parlamentit u mohoi këtë të drejtë. Ishte një goditje politike që, për ata, tregonte se si pushteti i ri po e mbyste mospajtimin me mjete formale, duke përdorur vetë rregullat për të heshtur kundërshtarin. Dhe pastaj erdhi diçka edhe më e errët. Në fillim të vitit 1994, udhëheqësi i degës së Aleancës në Shkodër u qellua dhe u vra pas një tubimi. Aleanca e fajsoi qeverinë për këtë. Ishte një moment që i dha përballjes politike një hije gjaku, dhe që e thelloi edhe më shumë armiqsinë mes dy kampeve. Të gjitha këto ngjarje nuk ishin thjesht episode të shkëputura. Ato ishin pjesë e një tabloje më të madhe, e një Shqipërie ku liria e re dhe rreziku i vjetër jetonin krah për krah. Vendi kishte dalë nga diktatura, por nuk kishte mësuar ende si të jetonte me lirinë. Institucionet ishin të reja, të dobëta, të lehta për t'u përkulur. Tradita e debatit, e kontrollit mbi pushtetin, e respektit për kundërshtarin nuk ekzistonte, sepse për 50 vjet askush nuk e kishte lejuar të lindte. Dhe në një tokë të tillë, përplasja mes Berishës dhe Pashkos nuk ishte thjesht një grindje personale. Ishte një betejë për shpirtin e demokracisë së re. A kishte të drejtë Pashko kur paralajmëronte për autoritarizëm? Disa nga ngjarjet që pasuan duket sikur i japin të drejtë. Por a kishte të drejtë edhe Berisha kur thoshte se vendi i Brish kishte nevojë për dorë të fortë? Ndoshta edhe ai kishte një copë të vërtetë. Sepse vitet që erdhen do të tregonin se sa lehtë mund të shembej gjithçka në atë Shqipëri të re, dhe se kaosi nuk ishte një frikë e rreme, por një rrezik shumë i vërtetë. Dhe pikërisht ai kaos, ajo shembje, do të vinte më vonë në një formë që pak kush mund ta kishte parashikuar, dhe që do ta vinte në provë çdo gjë që dy burrat kishin besuar. Por para se të arrijmë aty, duhet të ndalemi dhe të kuptojmë se çfarë lloj njeriu ishte Pashko në thelb, përtej rolit të tij politik. Sepse historia e tij nuk është vetëm historia e një përplasjeje. Është edhe historia e një mendjeje që, edhe pasi humbi betejën politike, nuk pushoi kurrë së menduari. Pashko nuk ishte një politikan i lindur. Ai ishte, para së gjithash, një mendimtar, një ekonomist, një njeri i ideve. Edhe pasi u largua nga qendra e pushtetit, ai vazhdoi të shkruante, të analizonte, të mendonte për të ardhmen e vendit të tij. Ai shkroi punime për pengesat e reformës ekonomike në Shqipëri, punime që u botuan në revista shkencore ndërkombëtare dhe që lexoheshin nga studiues anemban botës. Ai mbeti ekonomisti shqiptar që perëndimi e dëgjonte më shumë, zëri që shpjegonte një vend të vështirë për t'u kuptuar. Në vitet që pasuan ndarjen, ai dha mësim si profesor i ftuar në një universitet jashtë vendit, duke mbajtur kështu të gjallë lidhjen e tij me botën akademike ndërkombëtare. Kjo është një anë e Pashkos që shpesh harrohet kur flitet vetëm për përplasjen me Berishën. Ai nuk ishte thjesht një kundërshtar politik. Ai ishte një nga mendjet më të holla ekonomike që prodhoi Shqipëria në atë periudhë kthese. Dhe pikërisht kjo e bën tragjedinë e tij edhe më të madhe.
sepse një vend që sapo po dilte nga diktatura, që kishte aq shumë nevojë për mendje të arsyeshme, e gjeti veten të ndarë mes pasioneve politike, ndërsa disa nga njerëzit e tij më të zotë qëndruan jashtë, në opozitë, larg vendimeve që do ta formonin të ardhmen. A do të kishte qenë Shqipëria ndryshe nëse Pashko dhe Berisha do të kishin gjetur një mënyrë për të punuar bashkë? A do të kishte qenë kalimi më pak i dhëmbshëm, demokracia më e qëndrueshme, ekonomia më e shëndosh? Këto janë pyetje pa përgjigje, sepse historia nuk na tregon rrugët që nuk i morëm. Por ato pyetje rrin pezull mbi gjithë rrëfimin, si një hije e asaj që mund të kishte qenë. Ndërkohë, ndarja mes dy burrave nuk ishte më vetëm e tyre. Ajo ishte bërë pjesë e një ndarjeje më të madhe që përshkonte gjithë shoqërinë shqiptare, ndarja mes atyre që besonin te dora e fortë dhe atyre që besonin te kontrolli i pushtetit, mes atyre që e shihnin Berishën si shpëtimtarin e vendit dhe atyre që e shihnin si rrezikun e tij. Kjo ndarje do të mbetej e gjallë për dekada, dhe në një farë mënyre, ajo është e gjallë edhe sot. Sepse përplasja Berisha-Pashko nuk ishte fundi i një historie. Ishte fillimi i një ndarjeje që do ta përcaktonte politikën shqiptare për një brez të tërë. Çfarë u bë me partinë që lindi nga kjo çarje? Aleanca Demokratike nuk u zhduk. Ajo mbeti për dekada me radhë një zë i vogël por këmbëngulës i opozitës liberale në jetën politike shqiptare. E udhëhequr nga figura si Neritan Ceka, ajo vazhdoi të merrte pjesë në zgjedhje, duke fituar her pas here një grush vendesh në parlament. Por rruga e saj nuk ishte kurrë e lehtë. Ndër vite, aleancat e saj ndryshuan. Në një çast ajo ju afrua sërish vetë Partisë Demokratike nga e cila ishte ndarë, ndërsa më vonë lëvizi drejt kampit socialist. Partia që kishte lindur nga një këputje e kaloi gjithë jetën e saj duke kërkuar vendin e vet, si një anije e vogël që lundronte mes dy rrymave të mëdha të politikës shqiptare, pa i përkitur plotësisht asnjërs. Edhe themeluesit e saj, ata intelektual që dikur i kishin dhënë lëvizjes zërin e parë, ndoqën fate të ndryshme. Neritan Ceka, arkeologu që njihte thellësitë e historisë së lashtë shqiptare. Preç Zogaj, shkrimtari dhe publicisti, njeriu i fjalës. Arben Imami. Ridvan Peshkëpia. Ishin mendje që kishin ndihmuar të lindte demokracia shqiptare, por që e kaluan pjesën më të madhe të jetës së tyre politike në këtë rrymë më të vogël, larg qendrës së pushtetit, besnik ndaj një ideali më shumë se ndaj fitores. Ata zgjodhen, në një farë mënyre, të mbeteshin zëra të ndërgjegjes në vend që të bëheshin zotër të pushtetit. A ishte kjo bujari apo kokfortësi, idealizëm apo paftësi për kompromis? Edhe kjo, si gjithçka tjetër në këtë histori, varet nga goja që e tregon. Por mes gjithë tyre, Pashko mbeti i veçantë për një arsye që ja vlen ta nënvizojmë. Ai ishte shqiptari që perëndimi e dëgjonte. Në një kohë kur vendi i tij ishte një enigmë e mbyllur për botën, ai ishte ekonomisti punimet e të cilit lexoheshin jashtë kufive, zëri që shpjegonte një vend të vështirë për t'u kuptuar. Ai ishte, në një farë mënyre, një urë mes Shqipërisë dhe Evropës që ajo ndërronte të bashkohej. Studiues, diplomat dhe gazetar të huaj e kërkonin atë kur donin të kuptonin se çfarë po ndodhte vërtet në atë cep të harruar të kontinentit. Dhe pikërisht kjo i jep një hidhërim të veçantë faktit që ai u shty drejt anës së jetës politike në vendin e vet njeriu që bota e respektonte më shumë, në Shqipërinë e tij ishte në opozitë, larg vendimeve që do ta formonin të ardhmen. Ishte sikur vendi të mos kishte vend për mendjen e vet më të njohur. Dhe sot, dekada pas asaj kodre të ftohtë dhjetori, ndarja që këta dy burra mishëronin ende rrjedh nëpër politikën shqiptare. Berisha mbeti, për një kohë jashtëzakonisht të gjatë, një nga figurat sunduese të jetës publike të kombit, një burr që e pa veten herë në maj e herë në rënje, por që nuk u largua kurrë vërtet nga skena. Pashko, i ikur që nga ajo verë mbi Adriatik, jeton ende në kujtesë dhe në debat, si themelues, si ekonomist, si profeti që disa besojnë se ishte, si rivali që disa ende e fajsojnë. Të dyja gjysmat e ëndrrës së dhjetorit nuk u bashkuan kurrë më. Njëra vazhdoi rrugën e saj të gjatë në përpushtet. Tjetra u shua mbi det, bashkë me një djalë dhe me gjithë ato që mund të kishin qenë. Ndoshta një ditë Shqipëria do të arrijë ta shohë këtë histori me qetësinë që vetëm koha e sjell, jo si një betejë mes një heroi dhe një tradhtari, por si tragjedinë e dy njerëzve të aftë e të mangët njëkohësisht, që deshën të njëjtën gjë dhe nuk arritën ta ndërtonin bashkë. Por ajo ditë ende nuk ka ardhur. Dhe deri atëherë, emrat Berisha dhe Pashko do të vazhdojnë të ndezin debate, do të vazhdojnë të ndajnë tryeza, do të vazhdojnë të mbajnë gjallë pyetjen që nisi në atë mbrëmje dhjetori dhe që ende pret përgjigjen e saj.
Ka edhe një anë të mendimit të Pashkos që ja vlen ta kuptojmë më thellë, sepse patë, tragjedia e tij mbetet e gjysmuar. Çfarë pa ai që të tjerët nuk e kuptonin plotësisht? Pashko e dinte se ekonomia e tregut nuk lind nga një slogan, nga një urdhër ose nga një dëshirë e zjarr. Ajo lind nga një strukturë e padukshme që duhet ndërtuar me durim, nga ligje që mbrojnë pronën private, nga gjykata që zbatojnë kontratat, nga banka që japin hua, nga një shtresë njerëzish që dinë si të drejtojnë një biznes. Asgjë nga këto nuk ekzistonte në Shqipëri pas 50 vjetësh ku vetë ideja e biznesit privat ishte krim. Nuk mund të krijoje kapitalizëm me dekret, ashtu siç nuk mund të mbjellësh një pyll brenda një nate. Duhej ndërtuar toka ku ai do të rritej dhe kjo kërkonte kohë, mençuri dhe institucione. Pikërisht këtu qëndronte paralajmërimi më i mbret i Pashkos si ekonomist, rreziku i reformave të bëra për gjysmë. Sepse një reformë e lënë në mes mund të jetë më e rrezikshme se mosveprimi fare. Nëse liron çmimet por nuk krijon konkurrencë, merr kaosin e tregut pa përfitimet e tij. Nëse privatizon pronën por nuk ke ligj që ta mbrojë, krijon grabitje në vend të sipërmarrjes. Nëse e hap ekonominë por vendi mbetet i paqëndrueshëm, asnjë investitor i huaj nuk vjen, sepse paraja ka frikë nga kaosi dhe ikën aty ku ka rregull. Shqipëria, e varur nga një bujqësi e brishtë dhe nga ndihmat e huaja, kishte nevojë shumë më tepër për institucione të besueshme dhe për investime të durueshme sesa për gjeste dramatike. Ishte një mençuri e matur, e thatë, pa shkëlqim. Por mençuria e matur rrallë fiton në kohë pasioni. Dhe ja pjesa më e hidhur e gjithë kësaj. Katastrofa e skemave piramidale, ajo që e shkatërroi vendin vite më vonë, ishte në një farë mënyre pikërisht lloji i fatkeqësisë që Pashko mund ta kishte parashikuar nga teoria e tij. Një ekonomi ku njerëzit besonin se paraja mund të rritej pa prodhim, në një vend pa rregullim financiar dhe pa kulturë ekonomike. Ishte një fatkeqësi që lindi pikërisht në boshllëkun mes një tregu të liruar dhe institucioneve që mungonin për ta drejtuar atë. Aty ku nuk ka ligj, ka mashtrim. Aty ku nuk ka dije, ka iluzion. Dhe Pashko e kishte kuptuar këtë rrezik shumë para se ai të bëhej tragjedi kombëtare. Por të kuptosh një rrezik nuk është e njëjta gjë me të pasur fuqinë për ta ndaluar atë. Tani le të dalim pak mbi rastin e veçantë të Pashkos dhe Berishës, sepse historia e tyre ndjek një ligj që është aq i vjetër sa vetë revolucionet. Lëvizjet që ngrihen për të rrëzuar një Tiranë mbahen bashkë nga ajo që urrejnë. Armiku i përbashkët është ngjitësi që i lidh. Por ditën që Tirani bie, ai ngjitës shkrihet. Dhe atëherë ndërtuesit duhet të bieshin dakord se çfarë të ndërtojnë në vend të asaj që rrëzuan dhe pikërisht aty ata coptohen. Kjo ndodhi në gjithë Evropën lindore pas rënies së komunizmit. Ka ndodhur në revolucione anemban botës dhe në përshekuj. Bashkimi në luftë është i lehtë, bashkimi në ndërtim është i vështirë. Sepse cilësitë që bëjnë një revolucionar të madh nuk janë të njëjtat cilësi që bëjnë një ndërtues të madh demokracie. Revolucionari ka nevojë për bindje të palëkundur, për forcë vullneti, për guximin të sfidojë gjithçka. Ndërtuesi i demokracisë ka nevojë për durim, për kompromis, për gatishmërinë të kontrollohet dhe të kundërshtohet pa u ndier i fyer. Berisha kishte grupin e parë të cilësive. Pashko anonte nga i dyti. Dhe një tranzicion i shëndosh, ndoshta, kishte nevojë për të dyja njëkohësisht, duke punuar krah për krah, vullnetin për të vepruar dhe mençurinë për t'u përmbajtur. Por dy burrat nuk arritën t'i bashkonin gjysmat e tyre. Ata u ndan dhe secili mori me vete vetëm njërën gjysmë të asaj që vendit i duhej. Shqipëria e Berishës mori vendosmërinë, por me çmimin e kontrolleve që Pashko i çmonte. Vizioni i Pashkos e mbajti gjallë idealin e pluralizmit, por nga pafuqia e opozitës. Asnjëra gjysmë, e marrë vetëm, nuk ishte e mjaftueshme. Dhe ndoshta kjo është mësimi më universal i përplasjes së tyre, se demokracitë e reja vdesin jo vetëm nga tiranët, por edhe nga paftësia e themeluesve të tyre për të punuar bashkë. Mbetet një pyetje e fundit që shtrohet shpesh nga ata që e vështrojnë Shqipërinë nga jashtë. Pse vazhdon ende ky vend të grindet me kaq zjarr për ngjarje që ndodhen dekada më parë? Pse plagët e dhjetorit, të ndarjes, të tranzicionit nuk janë shëruar ende? Një pjesë e përgjigjes qëndron në diçka që Shqipëria nuk e bëri kurrë plotësisht, ajo nuk u përball deri në fund me të kaluarën e saj komuniste. Nuk pati një llogaridhënie të madhe, një hapje të plotë të dosjeve të policisë sekrete ashtu siç arritën disa vende të tjera, një vit të qartë mes viktimave dhe atyre që shkaktuan vuajtjen.
Për vite me radhë nuk pati asnjë kërkim falje zyrtar, asnjë përmendore për mirat që u vran, u burgosën ose u zhdukën. Plaga nuk u pastrua kurrë, ajo u shërua shtrembër mbi një ashkël të varrosur thellë. Dhe kur një shoqëri nuk bie dakord për të kaluarën e saj, ajo nuk mund të biesh dakord as për të tashmen. Pyetja se kush e tradhtoi ëndrrën e dhjetorit është, në thellësi, e njëjta pyetje e pashëruar. Çfarë na ndodhi vërtet, kush ishin heronjt, kush ishin fajtorët dhe kush thjesht mbijetoi? Sepse të dy, Berisha dhe Pashko, dolën nga brendësia e sistemit të vjetër dhe kjo do të thotë se pyetja se kush ishte demokrati i vërtet nuk mund të merrte kurrë një përgjigje të pastër e të thjeshtë. Të dy ishin fëmijë të së njëjtës epokë. Të dy e mbartnin atë epokë brenda vetes. Dhe kështu, grindja për ta nuk është thjesht grindje për dy njerëz. Është grindje për vetë shpirtin e një kombi që ende nuk e ka mbyllur llogarinë me të shkuarën e tij. Pra kur dëgjon dik në Shqipëri që flet me pasion për Berishën dhe Pashkon, për dhjetorin, për tradhtin, mos mendo se ata thjesht po flasin për histori. Ata po flasin për veten, për identitetin e tyre, për mënyrën se si e kuptojnë vendin e tyre dhe vendin e tyre në të. Sepse historia e papërfunduar nuk është thjesht e kaluar. Ajo është një plagë e hapur që ende dhemb dhe që ende kërkon një përgjigje që askush nuk ka mundur ta javë. Por para se ndarja të merrte formën e saj përfundimtare në kujtesën e vendit, Shqipëria do të kalonte në përprovën më të rëndë të gjithë tranzicionit të saj. Një provë që do të nxirrte në shesh të gjitha dobësitë e shtetit të ri dhe që do t'i jepte një kuptim të ri e të hidhur fjalëve që Pashko kishte thënë vite më parë. Prova e madhe e Shqipërisë erdhi nga një drejtim që pak kush e priste. Jo nga tankët, jo nga kthimi i komunistëve, por nga paratë. Nga lakmia. Nga ëndra e thjeshtë dhe e rrezikshme se paraja mund të shumojë vetvetiu, pa punë, pa prodhim, sikur prej një magjie. Gjatë viteve të mesit të dekadës, ndërsa Berisha drejtonte vendin dhe ekonomia po hapej drejt tregut, në Shqipëri u përhapën ato që njerëzit i quanin firmat, por që në të vërtetë ishin skema mashtruese piramidale. Funksionimi i tyre ishte i thjeshtë dhe i pamëshirshëm. Ato premtonin fitime të mëdha, përqindje që asnjë ekonomi e shëndosh nuk mund t'i jepte, dhe i paguanin investitorët e parë me paratë e investitorëve të rinj. Për sa kohë që vinin para të reja, skema dukej se funksiononte. Por kjo ishte një gënjeshtër matematikore, një rrjet që do e mos do të shembej në momentin kur fluksi i parave të ndalonte. Dhe shqiptarët u hodhën në to me një besim gati fetar. Një popull që sapo kishte dalë nga gjysmë shekulli varfërie, që kishte parë me sytë e tij rrugët e pasura të Perëndimit, ishte jetur, i uritur për pasuri. Njerëzit shitën gjithçka. Shitën shtëpit, shitën bagëtin, shitën tokat dhe i futën të gjitha kursimet e jetës në ato skema, të bindur se po pasuroheshin. Disa prej tyre ishin të lidhura me figura të botës politike dhe ekonomike, ose të paktën toleroi heshtja e pushtetit ndaj tyre. Vendi u përfshi nga një ethe e çmendur, ku gjithkush fliste vetëm për përqindje dhe fitime, ku puna e ndershme duke i budallallëk përballë premtimit të pasurisë së lehtë. Por çdo gënjeshtër ka një fund. Nga fundi i vitit 1996, skemat filluan të shemben, njëra pas tjetrës. Detyrimet që ato kishin krijuar ishin marramendëse, afërsisht sa gjysma e gjithë prodhimit vjetor të vendit. Brenda pak javësh, qindra mijëra familje humbën gjithçka. Njerëz që kishin shitur shtëpinë për të investuar, e gjetën veten pa shtëpi dhe pa para. Kursimet e një jete u zhdukën në ajër, sikur nuk kishin ekzistuar kurrë. Dhe atëherë erdhi shpërthimi. Në fillim të vitit 1997, zemërimi i një populli të mashtruar u kthye në një stuj që për pak sa nuk e shkatërroi shtetin. Njerëzit dolën në rrugë, jo më për të kërkuar liri, por për të kërkuar paratë e tyre dhe për të ndëshkuar ata që i kishin mashtruar. Protestat u kthyen në trazira. Trazirat u kthyen në një kaos të armatosur. Pjesë të mëdha të vendit u zhytën në anarki. Depo dhe reparte ushtrie u plaçkitën dhe armët u derdhën në duart e qytetarëve të zakonshëm. Krahina të tëra dolën nga kontrolli i shtetit. Shqipëria u afrua aq pranë luftës civile sa kur më parë në historinë e saj moderne. Ishte një tronditje që e tregoi botës se sa i brish kishte qenë gjithë ai shteti i ri. 5 vjet pas fitores së madhe demokratike, vendi u gjendi shkatëruar, me armë në përduar, me institucione të shembura, me njerëz të dëshpëruar dhe të furishëm. Dhe Berisha, presidenti që dikur ishte parë si shpëtimtari, tani u fajsua për katastrofën. Mandati i tij u shem.
U thirrën zgjedhje të reja në mes të vitit 1997 dhe ato u fituan nga socialistët, nga e majta e reformuar. Fatos Nano, pikërisht ai burr që Berisha e kishte burgosur disa vjet më parë, u bë kryeministër. Dhe Berisha dha dorëheqjen nga posti i presidentit. Rrota e fatit ishte rrotulluar plotësisht. Pikërisht këtu, në këtë shembje, shumë nga mbështetësit e Pashkos pan një vërtetim të hidhur të fjalëve të tij. A nuk kishte paralajmëruar ai vite më parë se pushteti i përqendruar te një burr i vetëm, se dobësia e institucioneve, se mungesa e kontrollit do ta çonin vendin drejt fatkeqësisë? A nuk kishte folur ai për një demokraci që po shtrëngoi, për një shtet që po humbiste ekuilibrat e tij? Tani, mes armëve të plaçkitura dhe kursimeve të zhdukura, paralajmërimet e tij dukeshin profetike. Burri që ishte tallur si një intelektual i pa kontakt me popullin, dukej tani sikur e kishte parë të ardhmen më qartë se shumë të tjerë. Por edhe këtu, e vërteta nuk është aq e thjeshtë sa do të donim. Sepse katastrofa e skemave piramidale nuk ishte faji një njeriu të vetëm. Ishte një dështim që përshkonte gjithë klasën politike, të majtën dhe të djathtën një lloj, dhe gjithashtu vetë shoqërinë e papjekur, që ende nuk e kishte mësuar se liria sjell edhe përgjegjësi, dhe se pasuria nuk vjen falas. Të fajsosh vetëm Berishën do të ishte po aq i njanshëm sa ta shfajsosh plotësisht. Tragjedia ishte e të gjithëve. Dhe mësimet që duhej të nxirreshin prej saj janë, edhe sot, të diskutueshme. Disa thonë se ajo tregoi rrezikun e dorës së fortë. Të tjerë thonë se ajo tregoi se sa e vështirë është të ndërtosh një shtet ligjor mbi rrënojat e një diktature. Të dyja, ndoshta, mbajnë një copë të vërtetë. Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, vendi u tronditur nga një ngjarje tjetër e errët, që dukej si një bumerang i ardhur nga vetë fillimi i ëndrrës. Në shtator të vitit 1998, Azem Hajdari, studenti i fortë nga tropoja që kishte qenë në zemër të lëvizjes së dhjetorit, simboli i agimit demokratik, u qellua dhe u vra në Tiranë. Ishte vetëm 35 vjeç. Vrasja e tij e hodhi vendin sërish në krizë dhe mbetet edhe sot e rrethuar nga pyetje pa përgjigje. Studenti që kishte ndezur shkëndijën e epokës së re, u vra në kryeqytetin e demokracisë që ai vetë kishte ndihmuar të lindte. Ishte një mbyllje e zezë e një cikli që kishte filluar me kaq shpresë në atë kodër të ftohtë dhjetori, 8 vjet më parë. Mes gjithë këtyre stuhive, ku ishte Gramoz Pashko? Ai mbeti, deri në fund, më shumë një mendimtar se sa një luftëtar partie. Rruga e tij politike në vitet e fundit ishte e ndërlikuar dhe nuk hynte rehat në asnjë kamp të vetëm. Në disa çaste, ai u afrua sërish me strukturat e partisë që kishte ndihmuar të themelohej. Në çaste të tjera, ai shërbeu si këshilltar ekonomik për qeveritë e së majtës. Ai nuk ishte më njeriu i një flamuri të vetëm, ai ishte një zë i pavarur, që e çmonte arsyetimin më shumë se besnikërinë ndaj një kampi. Dhe kjo, në një vend ku politika ishte ndarë në dy fronte të ashpra, e bënte atë një figurë të vështirë për t'u etiketuar, një burr që nuk i përkiste plotësisht askujt. Ai u kthye te ajo që dinte të bënte më mirë, te idetë, te ekonomia, te dia. Ai u bë rektor i një universiteti me model amerikan në Tiranë, duke ndihmuar të ndërtojë një brez i ri shqiptarësh të shkolluar, të hapur ndaj botës. Burri që dikur ishte ekonomisti shqiptar më i njohur në Perëndim, i kaloi vitet e tij të fundit duke ndërtuar mendje në vend që të bënte luftëra. Ishte, ndoshta, kthimi i tij te qenia e tij e vërtetë. Sepse Pashko, në thelb, nuk kishte qenë kur një burr pushteti. Ai kishte qenë gjithmonë një burr i mendimit. Dhe pastaj, në verën e vitit 2006, erdhi fundi. I papritur, aksidental dhe i pamëshirshëm. Më 16 korrik, ndërsa po zhytej në det pranë Himarës, në bregun e bukur jugor të vendit, Pashko goditi kokën. Plaga ishte e rëndë. Për ta dërguar sa më shpejt drejt mjekimit, u nis një helikopter që duhej ta përcillte përtej detit Adriatik, drejt qytetit të Barit në Itali. Por helikopteri u rrëzua mbi det. 6 vet humbën jetën në atë fatkeqësi, 2 pilotët, një inxhinier, një mjek, vet Pashko dhe djali i tij, Rubeni, që po udhëtonte bashkë me të. Pashko ishte vetëm 51 vjeç. Ishte një aksident, një goditje e verbër e fatit, nga ato që asnjë politik dhe asnjë logjik nuk mund t'i shpjegojë. Një baba dhe një djalë të humbur bashkë mbi po atë det që 15 vjet më parë kishte mbartur drejt Italisë anijet e mbushura me shqiptar të dëshpëruar. Deti që dikur kishte qenë rruga e ikjes, u bë tani varri i njërit prej burrave që e kishte ëndërruar një Shqipëri tjetër.
ka diçka mizore dhe njëkohësisht simbolike në atë fund, sikur historia e tij dhe historia e vendit të tij të ishin lidhur deri në frymën e fundit. Vdekja e Pashkos mbylli një jetë që kishte qenë e mbushur me ide, me betejë, me fitore dhe me humbje. Por ajo nuk e mbylli pyetjen që rri ende pezull mbi gjithë rrëfimin e tij. Pyetjen që e kemi shtruar që në fillim dhe që ende nuk ka një përgjigje të vetme. Kush e tradhtoi ëndrrën e dhjetorit? Si duhet ta kujtoj Shqipëria Gramos Pashkon? Si themeluesin që tradhtoi partinë e vet, siç thoshin disa nga armiqtë e tij? Si profetin që paralajmëroi për një autoritarizëm që po vinte, siç besonin miqtë e tij? Si ekonomistin e shkëlqyer që nuk e pati kur mundësinë të shpëtonte ekonominë e vendit të tij? Apo thjesht si një nga ata burra krenar, të mangët dhe të guximshëm që e nxorën një kom nga një nga diktaturat më të errëta të Evropës dhe pastaj nuk arritën dot të biheshin dakord se çfarë të bënin me lirinë që fituan? Përgjigjja e ndershme është se ai ishte, në një farë mase, të gjitha këto njëkohësisht. Dhe pyetja se kush e tradhtoi ëndrrën, Pashko, Berisha, të dy, apo asnjëri, nuk ka një përgjigje përfundimtare. Ajo diskutohet në Shqipëri edhe sot e kësaj dite, nëpër tryeza kuzhinash dhe nëpër studio televizive, mes njerëzve që e jetuan atë kohë dhe njerëzve që vetëm kanë dëgjuar për të. Secili mban të vërtetën e tij. Dhe secila e vërtet mban brenda një copë drite dhe një copë hije. Ndoshta kjo është e vërteta më e thellë e përplasjes Berisha-Pashko. Jo se njëri ishte heroi dhe tjetri tradhtari. Por se dy burra që kishin rrezikuar gjithçka për të njëjtën ëndër, erdhën ta shihnin atë ëndër aq ndryshe sa nuk mund të qëndronin më bashkë. Njëri pa në lirinë e re nevojën për ekuilibër, për kontroll, për mendim. Tjetri pa nevojën për forcë, për unitet, për një dorë të fortë që ta mbante vendin larg greminës. Dhe ndoshta, në një vend kaq të brisht e të rrezikuar, që të dy kishin njëkohësisht pak të drejtë dhe pak gabim. Në ndarjen e tyre, një komb i ri humbi diçka. Jo vetëm një bashkëpunim mes dy njerëzish të aftë, por një mundësi. Mundësinë që forca e njërit dhe mençuria e tjetrit të ecnin krah për krah, në vend që të përplaseshin. Mundësinë e një kalimi më pak të dhëmbshëm, të një demokracie më të qëndrueshme. Ne nuk do ta mësojmë kurrë se si do të kishte qenë ajo rrugë e pamarrë. Historia na i fsheh gjithmonë rrugët që nuk i zgjodhëm. Ëndra e dhjetorit të vitit 1990 ishte e vërtetë. Liria që ajo solli ishte e vërtetë. Por po aq i vërtetë ishte edhe çmimi. Pashko pagoi një pjesë të atij çmimi, me jetën e tij, me djalin e tij, me ëndrat e tij të papërmbushura. Berisha pagoi gjithashtu me ngjitjet dhe rënjet e tij, me lavdin dhe me fajin. E paguan edhe studentët e asaj kodre të ftohtë, disa të vrarë, shumë të shpërndar anemban botës, larg vendit që ata ndihmuan ta çlironin. Përplasja mes dy themeluesve është, në fund, historia se sa e vështirë është të ndërtosh diçka të re mbi rënojat e diçkaje të tmerrshme. Se njerëzit që rrëzojnë një mur nuk janë gjithmonë të njëjtët që mund të biheshin dakord se çfarë të ndërtojnë në vend të tij. Diktaturën e tyre të përbashkët e mundën bashkë. Por lirinë që fituan nuk dinin si ta ndanin. Dhe kështu, dy burra që dikur kishin ndëruar të njëjtën gjë, ecën nëpër jetë në rrugë të kundërta, duke e parë njëri tjetrin jo më si vëlla, por si rrezik. Njëri vdiq mbi një det të verbër bashkë me djalin e tij. Tjetri vazhdoi rrugën e tij të gjatë e të trazuar nëpër politikën shqiptare. Por ëndra që i kishte bashkuar dikur dhe pyetja se kush e theu atë, mbetet ende e gjallë, ende e padrejtuar, ende duke pritur një përgjigje që ndoshta nuk do të vijë kurrë. Sepse disa pyetje nuk kanë për qëllim të marrin përgjigje. Ato kanë për qëllim të na kujtojnë se historia rrallë është e thjeshtë, se heronjtë rrallë janë vetëm heronj, se tradhtarët rrallë janë vetëm tradhtar, dhe se e vërteta, gati gjithmonë, qëndron diku në mes, e fshehur në hijet mes dy burrave që dikur ndëruan bashkë, dhe pastaj nuk mundën më.